Kalojmë në procesin e votimit. Mbaloj koha, ju lutem. Mbaroj koha, zoti Berisha, ju lutem uluni të vijojmë me procesin e votimit. Ka kohë, më lejmë ose... Qërore në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, nis me deputetës Jorida Tabaku. Në bazë të neni 49.3 rregullores, propozuesi diskuton jo pak se 3 minuta dhe ka drejt diskutoj një folës pro, një folës kundër, jo më shumë se 2 minuta secili. Kush e do fjalën për të paraqitur kërkesën? Nga nismëtarët zoti Hoti dhe zonja Tabaku. Kërkesën për heqjen nga rendi ditës e kam fjalën. Okej, atëherë në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, për tërheqjen nga rendi ditës të këtyre 2 projekt ligjeve, pika 10 dhe pika 14 e rendi ditës, do të flas zoti Bardhi, zoti Berisha. Zoti Berisha, në bazë të nenit mos bërtit, dëgjoj çfarë thuhet dhe pastaj mos bërtit. Në bazë të nenit 49.3, pra 3 minuta kohë. Zoti Berisha, uluni ju lutem, zini vendet, s'ka nevojë për prezencë. Vetëm 3 minuta la? Kanë të merr nga fjala. Atëherë dhe njëherë nuk mund të shtypni me kartona kërkesat mbar qytetare të cilat kanë marrë mbështetje të plot ndërkombëtare. Kërkesat e qytetarëve për largimin e menjëhershëm të Edi Ramës, për anullimin e të gjitha ligjeve të amenduara nga Edi Rama për mbrojtjen e mjedisit, me të cilën ju ndërtuat aeroportin e Vlorës. Ndaj dhe flamingot i dënuat me vdekje me aeroportin e Vlorës, me të cilën ju ndërtuat pikën e vogël në parkun e Butrintit,
me të cilën ju shkatruat trashëgimin kulturor dhe paqet kombëtare të shqiptarëve, duke harruar se nuk janë vetëm pasuri e shqiptarëve, por dhe pasuri europiane. Ndaj dhe unë mendoj se edhe njëherë vazhdimi me çështje tjera në këtë parlament parë dhe dirama këtu, për të paraqit dorëheqjen ose në debat, mocion me debat, është një akt sa tradhtie aq dhe cinizmi ndaj qytetarëve shqiptar. Nuk keni asnjë të drejtë të injoroni qindra mijëra shqiptar që kanë 18 ditë me flamurin e lirisë në dorë, me flamurin e ligjit dhe të drejtave të njeriut, të mbrojtjes trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, sakrifikojnë orë të tëra. Është se kush tregohet fashist tani apo stalinist tani, ju apo ata, këte dikton dhe ta gjykojnë vetë qytetarë shqiptarë. Po ju s'mund t'i injoroni ata në këtë mënyrë, sepse ata kanë kërkesa shumë të drejta. Kanë kërkesa të drejta, kurse ju keni vendosur t'i zgjidhni me kërcënime mafioze, duke marrë bandat. Vlora Hyseni, agentja e përbashkët e Edi Rams dhe Aleksandar Vučićit, ka barë ekspert serb antidemonstrata, se si të nërhyjnë dhe unë paralajmoj, urgjent hetim parlamentar, urgjent hetim parlamentar, larg duart nga protesta. Zëri qytetarëve nuk mposhtet kurrë. Pastaj do ikni si mi, jo themur. Përfundoni, ju lutem. Po dhe ti qesh atje. Do ikni si mi. Po më mirë tani, burrisht, keni guxim të votojmë ligjet, të heqim me mosbesim me Edi Ramën dhe të japim zgjidhje krizës që do t'jetë shumë herë më thellë ditën dhe javë që vinë. Okej, faleminderit. Fjala kundër, zoti Balla. Okej, zoti Balla. Zoti kryetari Kuvendit, së pari kërkesa është e formuluar gabim, e përpasoj nuk mund të merret në konsiderat.